Sot jam jashtëzakonisht shumë e lumtur. Tani ju tregoj pse. Dje e kam takuar një grua e cila kishte ardhur të më japë një përqafim, pasi i kam ndihmuar që të largohet nga dhuna barbare që i kishte ushtruar bashkëshorti dhe ka kaluar pjesën e strehimores, është vendosur, e ka ndryshuar komplet jetën dhe tani kishte ardhur që të më thotë një falënderim të vogël dhe të më jap një përqafim. Por ndërkohë në bisedë të përgjithshme ajo më tregoi se dy grave tjera të cilave ju kemi ndihmuar për t'u larguar nga dhuna barbare që kanë ushtruar bashkëshortet e tyre janë në strehimore dhe sigurisht për Bajram ata nuk ka kush t'i gëzoj. Pasi dje ishte dita e parafundit para Bajramit e mendova shumë njerëz të cilët më kanë kërkuar se ku t'i dorëzojnë donacionet e tyre, ju kemi ndihmuar që t'i orientojmë më mirë. Nuk do të më lajmërohet askush e mendova sepse ka mbaruar pjesa e dhënies së ndihmave. Ka lajmëruar si për koincidencë një numër nga Zvicra, kur më tha që është NM nga xhamia Vetsingon në Zvicër dhe dëshiron që një shumë prej 2000 euro ta dërgoj deri tek ndonjë rast në cili do të ketë vlerë. Unë i tregova se sa e rëndësishme ka qenë telefonata e tij dhe sa domethënse për ato gratë të cilat dhe nuk kanë asnjë njeri që t'ju ndihmoj. Prandaj janë strehimore, të kishin për krah familjen ose ndonjë person tjetër, ato do të ishin tek familja e tyre. Por fatkeqësisht ato nuk kanë përkrahjen e askujt dhe fëmijët e tyre, të cilët i kanë bashkë në strehimore, këto ditë Bajrami do të ngelshin pa dhurata, madje kanë nevojë edhe për veshmbathje e për shumë gjëra tjera. Këto 2000 euro sot i kemi marr, i kemi bler gjithçka. Përfshirë lodra, veshmbathje, dhurata, gjithçka që të vëm gëzim në fytyrën e këtyre fëmijëve. E kemi komunikuar me njëherë në telefon drejtorin e qendrës për punë sociale në Shkup, Hamza Ahmeti, me cilin kemi një bashkëpunim mjaft korrekt, por edhe për raste tjera edhe për gratë tjera të cilat i kemi qenë të dhunuar, i kemi bashkëpunuar për të sistemuar ato në shelter qendrat, në këto strehimore. Ai ka ardhur deri te to dhe i ka marrë të gjithë këto donacione. Por jo vetëm kaq, dy grave ju kemi dhënë nga 500 euro, të dy grave ju kemi dhënë nga 500 euro në zarf që t'i kenë këto para për nevojat e tyre pasi të dalin nga strehimoret. E dim se jeta në strehimore nuk është e lehtë, janë komplet të izoluar, nuk kanë telefon, nuk kanë internet, nuk kanë televizor dhe fëmijët e tyre kanë pasur nevojë edhe shumë për lodra. Ju kemi bler shumë lodra. Njashtu, më pas më ka kërkuar edhe një biznismen nga Tetova, i cili njashtu ka sjellur 2 qese për fëmijët në këtë strehimore. Jam e impresionuar nga gjithë dashamirësia dhe humanizmi që keni ju shqiptar të mrekullueshëm gjatë gjithë kohës Ramazanit, kanë qenë të jashtëzakonshme. Donacionet që keni dërguar tek Hakimi i Bamirësisë që më keni kontaktuar mua, jashtëzakonisht shumë njerëz të cilat nuk ndalen kur së bëri bamirësi për shkakun tuaj edhe bota është më e mirë. Por ky donacion në këtë strehimore sigurisht se më ka lënë shumë mbresa. E falenderojmë edhe një herë në më nga fshati Pirok, i cili nga xhamia Vetsikon në Zvicër, i cili bëri këtë donacion që mundsoi që këto fëmijë të cilët nuk i kanë pritur këto dhurata sot të gëzohen. Falenderoj drejtorin e qendrës për punë sociale dhe sekretarin shtetëror në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale për bashkëpunimin e vazhdueshëm. Gratë nuk duhet t'i lëmë të vetme, gratë për gratë.